Ndal për një moment. Po të them diçka që mund të tingëllojë e pamundur. Brenda 24 orësh, diçka mund të ndryshojë për ty. Jo javën tjetër, jo muajin tjetër, por brenda një dite. Pyetja është, a e beson këtë? Sepse shpesh, momentet që ndryshojnë jetën nuk japin paralajmërim. Ato nuk dërgojnë ftesë. Ato thjesht ndodhin. Një telefonat, një mesazh, një takim i papritur, një lajm që zhvendos gjithçka. Nëse je në një periudhë pritjeje, nëse je lodhur duke menduar se asgjë nuk po lëviz, qëndro deri në fund. Sepse 24 orët e ardhshme mund të jenë më të rëndësishmet që ke përjetuar kohët e fundit. Shumica e njerëzve mendojnë se ndryshimet e mëdha vijnë gradualisht, por e vërteta është ndryshe. Jeta shpesh lëviz në heshtje, dhe pastaj brenda një momenti, gjithçka zhvendoset. Një mundësi shfaqet papritur, një pengesë zhduket, një situatë që dukej e bllokuar, çlirohet. Dhe kur ndodh ti mendon, si ndryshoi gjithçka kaq shpejt? Sepse ndryshimi nuk fillon në momentin që ti e sheh, ai fillon më herët. Proceset janë duke u përdetitur edhe tani. Vendime po merren, rrethana po rreshtohen. 24 orët e ardhshme nuk janë të zakonshme. Edhe nëse sot duket si çdo ditë tjetër, mos haro. Disa kthesa ndodhin kur nuk i pret fare. Dhe ndoshta ti je pikërisht në prag të njërit prej tyre. Ka momente në jetë kur gjithçka duket e heshtur. Asnjë shenjë, asnjë lëvizje e dukshme, asnjë ndryshim i madh në horizont. Por pikërisht në këto momente, shpesh po përgatitet diçka. Si para stuhis, ajri bëhet më i rënd. Si para agimit, errësira duket më e thellë. Ndoshta sot je zgjuar dhe gjithçka duket njësoj. Të njëjtat mendime, të njëjtat shqetësime, të njëjtat pritje. Por ajo që nuk sheh është se rrethanat mund të jenë duke u zhvendosur. Dikush mund të jetë duke menduar për ty pikërisht tani. Një derë mund të jetë gati të hapet, një lajm mund të jetë rrugës. 24 orët e ardhshme nuk maten vetëm me orë, por me mundësi. Pyetja nuk është nëse ndryshimi është i mundur. Pyetja është, a je i përgatitur ta pranosh kur të vi? Sepse ndonjëherë ndryshimi vjen shpejt, dhe vetëm ata që janë zgjuar shpirtërisht e kuptojnë në kohë. Kur mendojmë për ndryshime të mëdha, presim diçka dramatike. Një lajm të madh, një ngjarje tronditëse, një kthes të papritur. Por shpesh, shenja e parë është e vogël, shumë e vogël. Një ndjesi e brendshme që nuk e kishe dje, një qetësi e papritur mes kaosit, një mendim që të vjen papritur dhe nuk largohet. Mos e nënvlerëso këtë, sepse ndryshimet e mëdha fillojnë me sinjale të vogla. Brenda 24 orëve, mund të ndjesh diçka që nuk e ndjeje më parë. Një lloj sigurie, një shtys për të bërë një hap, një intuit që të thotë, bëhu gati. Shenja nuk do të vijë gjithmonë me zhurmë. Ndonjëherë ajo vjen si një përshpëritje, dhe vetëm ata që dëgjojnë me kujdes e kapin në kohë. Prandaj sot, vëzhgo, jo vetëm me syt, por me zemrën, sepse ajo që po afrohet mund të fillojë si diçka e vogël, por të përfundojë si diçka që ndryshon drejtimin e jetës tënde. Çdo ndryshim është i dukshëm. Në fakt, shumica e gjërave më të rëndësishme ndodhin në heshtje. Ndërsa ti vazhdon rutinën tënde, ndërsa mendon se asgjë nuk po ndryshon, diçka mund të jetë duke u riorganizuar në sfond. Njerëz që nuk i njeh ende, mundësi që nuk i ke parë, situata që po zhvendosen pa dijenin tënde. Mendo për këtë. Sa herë në jetën tënde diçka ka ndodhur papritur dhe më vonë e kuptove se ishte përgatitur prej kohësh. Ndryshimet e mëdha nuk lindin brenda një sekonde. Ato piqen në heshtje. 24 orët e ardhshme mund të jenë momenti kur ajo që është përgatitur prej kohësh më në fund bëhet e dukshme. Dhe kur të ndodh, do të kuptosh se asgjë nuk ishte rastësi. Ndoshta kjo është arsyeja pse sot ndjen një lloj pritjeje, një tension të lehtë në ajër, një ndjesi që diçka po afrohet. Mos e injoro, sepse ndonjëherë, para se dera të hapet, ti ndjen erën që hyn përmes saj. Shumë njerëz presin ndryshimin në momentet më dramatike, por realiteti është ndryshe. Ai mund të vijë në një çast krejtësisht të zakonshëm, ndërsa je duke pirë kafen, ndërsa je duke kontrolluar telefonin, ndërsa je duke menduar për të njëjtat shqetësime. Dhe papritur,
diçka ndodh. Një mesazh, një telefonat, një ftesë, një ide që të godet si rufe. Brenda 24 orëve, një moment i vetëm mund të ndryshojë drejtimin e ditëve të tua. Jo sepse është magjik, por sepse është koha e duhur. Ka momente në jetë kur gjithçka që duhet është një lëvizje e vogël për të aktivizuar një zinxhir ngjarjesh. Ndoshta je më afër se sa mendon. Ndoshta ajo që pret prej muajsh, po afrohet me hapa të qetë. Pyetja është, a do ta njohësh momentin kur të vi? Sepse ndryshimi shpesh troket një herë, dhe ata që janë të vëmendshëm, janë ata që e hapin derën. Ka një arsye pse jo të gjithë përjetojnë ndryshimin kur ai afrohet, sepse jo të gjithë janë gati ta pranojnë. Ndonjëherë, ajo që po vjen është pikërisht ajo për të cilën je lutur. Por kur afrohet, frika fillon të flas. Po sikur të mos funksionoj, po sikur të dështoj, po sikur të zhgënjehem përsëri. Brenda 24 orëve mund të shfaqet një mundësi, por nëse mendja jote është e mbushur me dyshim, mund ta shtysh. Shumë njerëz humbin momentin jo sepse ai nuk erdhi, por sepse ata hezituan. Ndryshimi kërkon guxim, kërkon një hap edhe nëse toka duket e pasigurt. Dhe ndoshta kjo është prova jote, jo prova e fatit, por prova e besimit. Nëse diçka ndodh brenda këtyre 24 orëve, mos lejo që frika të marrë vendimin për ty, sepse ajo që po afrohet mund të jetë përgjigja që ke pritur. Dhe përgjigjet nuk vinë gjithmonë në mënyrën që ne imagjinojmë, por ato vinë. Ka një moment para se realiteti të ndryshojë, kur diçka ndryshon brenda teje. Nuk është gjithmonë e dukshme, por është e ndjeshme. Brenda 24 orëve mund të përjetosh një lloj qartësie të papritur. Një lehtësim që nuk e shpjegon dot. Një siguri që nuk mbështetet në prova. Kjo është shenja e dut. Energjia fillon të lëviz para se faktet të ndryshojnë. Ti fillon të mendosh ndryshe, të ndjesh ndryshe, të reagosh ndryshe. Dhe papritur, ajo që dukej e pamundur fillon të duket e arritshme. Mos e injoro këtë ndryshim të brendshëm, sepse shpesh realiteti ndjek gjendjen tënde të brendshme. Nëse sot ndjen një lëvizje të lehtë në shpirt, një shtys drejt diçkaje të re, ndoshta është paralajmërimi që ke pritur. Sepse para se dera të hapet jashtë, ajo hapet brenda teje. Ka një pik brenda këtyre 24 orëve, kur gjithçka mund të marrë formë. Nuk do të ketë paralajmërim të gjatë, nuk do të ketë kohë për përgatitje emocionale. Do të jetë një çast, dhe në atë çast do ta ndjesh. Ndoshta do të jetë një përgjigje që ke pritur prej kohësh, ndoshta një derë që më në fund hapet, ndoshta një lajm që ndryshon drejtimin e planeve të tua. Por ja e vërteta e thellë. Momentet që ndryshojnë jetën nuk duken gjithmonë madhështore në fillim. Ato duken të zakonshme, derisa kupton ndikimin e tyre. Brenda 24 orëve, një vendim i vetëm mund të ndryshojë muajt e ardhshëm. Një po, një jo, një hap përpara. Prandaj qëndroj vetëdijshëm, sepse kur ora të vi, nuk do të ketë kthim mbrapa. Dhe ndoshta, pikërisht tani, je më afër atij momenti se kur më parë. Deri tani, gjithçka ka qenë ndjesi, paralajmërim, intuit. Por brenda 24 orëve, mund të vi momenti kur ndryshimi bëhet real, i dukshëm, i prekshëm, dhe kur të ndodh, do ta kuptosh me njëherë. Ndoshta situata që ishte e blokuar fillon të lëviz. Ndoshta dikush që ishte i heshtur vendos të flas. Ndoshta një mundësi që duke e mbyllur hapet papritur. Do të ketë një ndjenjë konfirmimi, si një zë i brendshëm që thot: ja ku është. Mos haro, ndryshimi nuk ka gjithmonë formën që ne presim. Ai mund të vijë si zgjidhje, ose si një drejtim i ri që nuk e kishe menduar. Por një gjë do të jetë e qartë. Diçka ka lëvizur, dhe ti do ta ndjesh diferencën mes para dhe pas. Sepse kur koha është e duhur, asgjë nuk mund ta ndalë atë që është gati të ndodhë. Kur ajo që pritej më në fund ndodh, ka një moment heshtjeje. Një moment ku thjesht merr frym.
Brenda 24 orëve, nëse ndryshimi shfaqet, gjëja e parë që do të ndjesh nuk është zhurma, por lehtësimi. Një peshë që bie nga kraharori, një tension që largohet, një mendim që më në fund qetësohet. Dhe në atë moment, do ta kuptosh diçka shumë të rëndësishme. Sa kohë ke jetuar në pritje, sa energji ke shpenzuar duke menduar po sikur, sa net pa gjumë, sa skenar në mendje. Pastaj, pa pritur, gjithçka bëhet më e qartë. Jo sepse jeta u bë perfekte, por sepse një nyje u zgjidh. Dhe kur një nyje zgjidhet, rruga përpara bëhet më e lehtë. Ndoshta ndryshimi nuk do të jetë fundi i gjithçkaje, por do të jetë fillimi i një kapitulli të ri. Dhe kur të shohësh pas, do të thuash, ja vlejti të prisja. Tani gjithçka varet nga një gjë. A e beson? Sepse besimi është porta që hap mundësinë. Brenda 24 orëve, diçka mund të lëviz për ty. Ndoshta jo në mënyrën që imagjinon, por në mënyrën që ke nevojë. Mos e shiko këtë si rastësi. Nëse je këtu, nëse po dëgjon këtë mesazh, ndoshta është sepse je në prag të një momenti. Jeta ndryshon shpejt. Një ditë je në pritje. Të nesërmen je në fillimin e diçkaje të re. Dhe kur ora të vi, mos dysho, mos u tërhiq, mos lejo frikën të ndalë. Hape derën. Thuaj po kur momenti të thërret. Sepse disa 24 orë kalojnë si çdo ditë tjetër, por disa të tjera bëhen pika kthese. Ndoshta kjo është njëra prej tyre për ty. Qëndroj i hapur, qëndroj i gatshëm, sepse ajo që po afrohet mund të jetë pikërisht ajo që ke pritur.